Një këshill për shëndetin. Kret ju, familjet, kur të dëgjoni këtë video, du të t'i bani këtë sene, që mos t'i përsërisin video të tjera on, se s'kam nevojë t'ju rri mrapa nëse s'jeni fëmijë. Deri në momentin që jeni po video nuk jeni fëmijë. Kret tigonat, fërteret, që janë non-stick, këto si nuk ngjisin, këto teknologjia re, këto merrni hidhi kret. Mos i përdorni, këto janë plastik kancerogen, këto janë një dam kryesor që i shkaktojnë gjallësmën e njeriut. Tani, vojt, kikirik, lulediellit, këto që janë vojra që janë nga industria, që kanë gjasma kështu, që janë këto vojra, të keni parasysh ju si përgjithni, ju si skuqni me këto. Këto i hidhni. Do i them një alternativë tjetër se si t'i zëvendësoni këto dyja. Këto janë shkaktoko kryesor për smujën e njeriut, janë vrasësit e heshtur edhe së dini. Hidhni këto. Tani në tiganin do merrni stainless steel. Stainless steel. Është tigan, e dini ju, shumica shkojmë në supermarket, është pak i shtrenjtë, ajo s'ka problem. Për shëndetin, këtu po japin miliona njerëz. Stainless steel. Për vojnë do shkoni te kasapi e do i thoni du fet, mbleni fet, du fet natyral, viçit. Fet viçit, Thuj, ma bani makineri, futni makineri e bani mish të grim. Merë 4-5 kg. Merë në ata, futni një tenxhere edhe nisni si të fillojë të shkrije. Kullone pasaj, ata vojnë që ka dalë, kullone, ndone mishin e shu dhe futni një leni jashtë të fryë, do të thonë leni jashtë të ngrije. Tash ajo batë si sapun, klyn. Kur dush me skuq diçka, një steak, një vezë, një diçka, merr nga ajo klina një lugë dhe hidhem tigat stainless steel. Atëherë skuq. Sepse vjami dërron në temperaturat të larta nuk kthehet kancerogen. Këto vojrat që janë krejt këto, vojrat kikirike, voj lulediellit e voj mistrit që kanë dalë këto janë kancerogen. Këto dhe ti pish kështu janë kancerogen pa u skuq, jo më ku skuqet që ban vrasës të eshtur. Edhe voj ullinit nuk skuqet me ta, se po që si digjet me temperaturë normale i humbet krejt atë vlerë ushqyese që ka. Voj ullinit përdoret ja edhe bukë sipër, ja edhe domate sipër, hat i gjallë, sigurisht. Prandaj voj lulediellit edhe kur bëhet, edhe kur shtypet, duhet me qenë në temperaturë 23 gradë. Jo më tepër se vret ato vlerë ushqyese, edhe kur del në fabrikë. Sa më i ftoftë, aq më i mirë. Domethënë sa me temperaturë më të ftoftë bëhet, aq më i mirë del vaj. Kështu që hiqni tiganat non-stick që janë këto, edhe hiqni edhe vaj që i keni këto, hiqni direkt ju pa diskutuar në video të tjera. Ju si e shikoni edhe gjoni hiqni këto. E kuptoni?